Zgjidhni sistemin e ekuacioneve me anë të mbledhjes dhe anulimit. Në qoftë se ekuacioni i parë është 3x minus 2 është e barabartë me 2 dhe ekuacioni i dytë është 5x minus 5 është e barabartë me 10. Le të shkruajmë së pari ekuacionet. Ekuacioni i parë ishte 3x minus 2y është e barabartë me 2 dhe ekuacioni i dytë është 5x minus 5y është e barabartë me 10. Tani dhe shikojmë se që mund të vëmë. Në qoftë se ekuacionin e parë e shumëzojmë me 5, ndërsa ekuacionin e dytë e shumëzojmë me minus 2, atëherë do kemi në ekuacionin e parë 15x, këtu është x, minus 10 y është barabartë me 10, ndërsa poshtë do kemi në ekuacionin e dytë minus 10x plus 10 y është barabartë me minus 20. Nëse shihni këtu termet y anulohen dhe ne mbesim me 15x minus 10x që bëjnë 5x është barabartë me 10 minus 20 që bëjnë minus 10. Në qoftë se të dy anët pjesëtojmë me 5, atëherë do shohim se x-i do jetë i barabartë me minus 2. Tani le ta zëvendësojmë x-in në njërin nga këto ekuacione dhe do shohim se sa është dhe y-i. Në qoftë se zëvendësojmë atë në ekuacionin e parë, atëherë do kemi 3 herë minus 2 që bën minus 6 minus 2y është barabartë me 2. Shtojmë 6 në të dy anët e ekuacionit dhe do fitojmë minus 2y është barabartë me 8. Tani pjesëtojmë të dy anët e ekuacionit me minus 2 dhe kemi y është barabartë me minus 4. Pra x-i ishte minus 2 ndërsa y-i minus 4. Kjo është zgjidhja e këtij sistemi të ekuacioneve. X-i minus 2 dhe y-i minus 4. Tani mund të kalojmë në shembullin tjetër, i cili është 5x plus 4 është e barabartë me minus 30 dhe 3x minus 9y është e barabartë me minus 18. Tani le të mundohemi që të anulojmë termet x. Në qoftë se ekuacionin e parë e shumëzojmë me minus 3, ka shkruaj më mirë, minus 3, ndërsa ekuacionin e dytë e shumëzojmë me 5, atëherë në ekuacionin e parë do kemi minus 15 x minus 12 y është barabartë me 90, sepse minus e minus me plus, dhe në ekuacionin e dytë do kemi 15x minus 25 y është barabartë me minus 8 e 5 bëjnë 20, 0 e 5 e 4 në mend, 5 e 1 bëjnë 5 dhe 4 bëjnë 9, minus 90. Dhe tani le të mbledhim këto dy ekuacione dhe shohim se termet x anulohen dhe mbesim ne me minus 50 e 7 y, ndërsa në anën tjetër kemi 90 minus 90 që bëjnë 0, nga kjo e dim se y-i është barabartë me 0. Tani mund të zëvendësojmë y në njëra nga këto ekuacione, do ta gjejmë dhe dyshoren x, nëse atë zëvendësojmë në ekuacionin e parë, atëherë do kemi 5x plus 4y që është 0, 4 është 0, është barabartë me minus 30. Tani 5x është barabartë me minus 30, sepse 4 është 0 bëjnë 0. Përsa në qoftë se pjesëtojmë të dy anët me 5, do kemi x është barabartë me minus 6. Pra zgjidhja e këtij ekuacioni ishte x është barabartë me minus 6 dhe y është barabartë me 0. Mirupafshim.